Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin lidhur me kërkesën e kryeministrit për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje kompetencash me gjykatën e posaçme të shkallës së parë GKKO, pas pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku. Kushtetuesja rrëzoi kërkesën, duke lënë në fuqi masën e pezullimit dhe bllokimin e pasaportës së saj, të vendosur më herët nga GKKO. Vendimi u mor në seancë plenare publike më 22 dhjetor 2025 nga trupa e përbërë prej 9 antarësh, në ndërtimin e kryetares Fiona Papajorgji. Kërkuesi, kryeministri i Republikës, pretendojnë se vendimi i GKKO-s për pezullimin e ministres cënon kompetencat kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe ndërhyn në diskrecion të tij për përbërjen e Këshillit të Ministrave. Sipas kërkesës, pezullimi një antarit të qeverisë përbën një shkarkim de facto dhe prek marrëdhënien e besimit ndërmjet kuvendit dhe qeverisë. Kuvendi si subjekt i interesuar mbështeti këtë qëndrim, duke argumentuar se ndërhyrja gjyqësore në përbërjen e kabinetit cënon kompetencat e tij kushtetuese për dhënien e votbesimit dhe kontrollin politik mbi qeverinë, por gjykata analizoi regjimin e kushtetutës të imunitetit të ministrit, duke theksuar se sipas nenit 103.3 të kushtetutës, antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, referuar në enet 73 të kushtetutës. Ky imunitet përfshin mbrojtje nga arrestimi, heqja e lirisë dhe kontrolli personal apo i banesës pa autorizimin e kuvendit. Megjithatë, gjykata vlerësoi se masa e pezullimit nga detyra e parashikuar në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale nuk përfshihet në listën e masave për të cilat kërkohet autorizim paraprak i kuvendit, sipas arsyetimit të shumicës. Normat për imunitetin kanë karakter përjashtimor dhe duhet të interpretohen ngushtë. Në vendim theksohet se pezullimi nga detyra është masë procedurale që synon garantimin e integritetit të procesit penal dhe nuk përbën shkarkim nga detyra. Sipas këtij interpretimi, masa prek individin dhe jo institucionin, pasi kompetencat e ministrisë mund të ushtrohen përmes mekanizmave kushtetues të zëvendësimit. Në diskutimet përfundimtare, gjyqtarët u ndanë në dy qëndrime. Qëndrimi i parë argumentonte se pezullimi i një ministri për shkak të efekteve të tij të funksionimit të pushtetit ekzekutiv duhet të kushtozohet me autorizim paraprak të kuvendit në funksion të ruajtjes së balancës ndërmjet pushteteve. Qëndrimi i dytë, që përfundimisht mbeti vendimtar për shkak të mungesës së shumicës së nevojshme, theksonte se kushtetuta nuk parashikon autorizim për masën e pezullimit dhe se çdo zgjerim i imunitetit për të rasteve të listuara shprehimisht do të përbënte krijim norme të re kushtetuese. Për shkak se nuk u arrit shumica prej 5 votash për pranimin e kërkesës, ajo u konsiderua rrëzuar sipas parashikimeve të ligjit organik të gjykatës kushtetuese. Gjyqtarët Marsida Xhafellari dhe Asim Vokshi, në një mendim paralel, argumentojnë se kërkesa ishte e papranueshme që në fazën paraprake, pasi nuk ekzistonte një konflikt real kompetencash ndërmjet pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Sipas tyre, masa e pezullimit është pjesë e kompetencave të pushtetit gjyqësor dhe nuk cënon kompetencat kushtetuese të kryeministrit apo Këshillit të Ministrave, duke qenë se situata mund të zgjidhet përmes mekanizmave politik dhe kushtetues të zëvendësimit. Vendimi rikujton se regjimi i imuniteteve në Shqipëri është ngushtuar përmes reformave kushtetuese të viteve 2012 dhe 2016, me synim forcimin e parimit të barazisë përpara ligjit dhe papërgjegjshmërisë së funksionarëve publik. Gjykata thekson se imuniteti i ministrit nuk përbën privilegj personal, por garanci funksionale të kufizuar dhe nuk mund të interpretohet si mburojë absolute ndaj ndjekjes penale. Vendimi nuk shqyrton themelin e çështjes penale ndaj Ballukut, por vetëm aspektin kushtetues të konfliktit të pretenduar të kompetencave. Me rrëzimin e kërkesës, masa e pezullimit e vendosur nga GKKO vijon të mbetet në fuqi.